Shikues të Channel One, sërish jemi takuar në këtë hapësirë aktualitet, do të jemi së bashku për 30 minuta me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Engelet Dalibejaj. Zoti Dalibejaj, përshëndetje dhe kënaqësi që pranuat. Kënaqësia është ime. Ngjarjet e 21 janarit duket se janë në optikën e të gjithë shqiptarëve gjatë këtyre ditëve, edhe pse pak me vonesë, duket se opozita ka mirëpritur një kërkesë dhe rezultatet e hetimit të prokurorisë. Por është shprehur se ky hetim nuk është gjithë përfshirës dhe sipas tyre duhet hequr imuniteti edhe kryeministrit dhe zotit Basha, si ish ministër i brendshëm. Do doja një koment tuaj për të. Po edhe në pyetjen që juve bëni duke ju cituar themi dhe deklaratave të përfaqësuesve qoftë më të lartë të opozitës, duket që ka një kontradiksion. Nga një ranë mirëpresin hetimin dhe nga ana tjetër kërkojnë që ky hetim të përfshijë edhe Zotin Berisha, Zotin Basha, apo këdo tjetër që u del para syve atyre. Që do të thotë, kjo nuk është një mirëpritje hetimit, kjo nuk është një standard i pastër moral se siç mund të mirëpritet një hetim. Duket që janë në një siklet të vërtet për këtë ecuri të hetimit, edhe pse nga ana jon, nuk është se jemi, të themi, plotësisht të kënaqur do doja ta quaj unë me ecurinë së paku me ecurin kohore të hetimit. Shifni, ka një dallim të madh, po themi, në diskutimet që bëhen në lidhje me performancën e prokurorisë për hetimin e kësaj çështje. Ka pakënaqësira, ka qortime, ka kritika, si nga ana e majorancës, si nga ana jon, ashtu edhe nga ana e Partisë Socialiste, dhe këtë duhet ta themi sepse kjo ka ndodhur realisht. Por do duhet të dallojmë se ku synon, të themi, kritika jon, qortimi ynë me atë që unë do ta quaja kërcënim apo skërmitje dhëmbësh që bëhet nga ana e Partisë Socialiste. Ajo çfarë Partia Demokratike, majoranca ka kërkuar, ka qenë thjesht dhe vetëm që të kryejë një hetim, duke mos e vendosur gishtin e fajësisë tek filani apo tek fisteku, pa treguar se kush dhe cili do të kishte masën e fajësisë apo jo. Ne dhe kush do tjetër, besoj unë, ka të drejtë, duke qenë në politikë ose jashtë politike, të kërkoj nga një organ kushtetues në këtë rast ushtrimin e funksionit vet, të ndjekjes penale. E kemi kërkuar këtë për arsye se ka kaluar më tepër se sa një vit, nuk ka ndodhur asgjë me atë çfarë unë besoj që është thelbi i asaj çfarë duhet hetohet, që është sigurisht tentativa për përmbysjen e pushtetit me dhunë, duke mos përjashtuar as pak edhe hetimin që ka të bëjë me humbjen e jetës së 4 qytetarëve shqiptar. Pra duhet një hetim gjithëpërfshirës. Kur thuhet një hetim gjithëpërfshirës, duhet parë në mënyrë integrale e gjithë ngjarja, si në aspektin kohor, duke filluar cili ka qenë shkaku që solli pasojën dhe nga kjo pasojë pastaj të shkojmë drejt shkaqeve reale se pse ndodhi, themi, gjëma e 21 janarit, e përkthyer në terma juridik tentativa për përmbysjen me dhunë të pushtetit. Kështu që unë besoj kjo mikpritje apo mirëpritje e ecurisë së hetimeve të tashme të prokurorisë, që ka kulmuar, po themi, me kërkesën për autorizimin për procedim të 3 deputetëve të Partisë Socialiste, duket që i ka vendosur një sikoldi Partisë Socialiste. Unë besoj ende që kjo nuk është një shenjë e fortë energjike e kryerjes së hetimit në mënyrë të plotë dhe ligjore. Gjithsesi, do të shohim më vonë. Sipas jush, heqja e mandatit të 3 deputetëve të Partisë Socialiste, a do mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes dhe në gjetjen e përgjegjësve të vrasjes së 4 individëve, duhet thënë të pafajshëm, apo është thjesht, siç arrin të artikulojnë disa analistë, një mënyrë për t'u akmarrë ndaj një proteste të opozitës? Unë kam mendimin tim se përse nga ana e prokurorisë u procedua me kërkimin e autorizimit për procedim penal të 3 deputetëve. Unë dhe kush do tjetër që i ka parë nga televizioni atë ditë, kam parë, po sigurisht kam parë Tom Doshin, që ishte në mes të protestuesve, që arreshtonte protestuesit, i cili drejtonte ata, u jepte zemër, ishte mbështetje fortë politike. Kam parë Tauland Ballon, që ishte aty. Kam parë sigurisht edhe Besnik Bare. Absolutisht, unë besoj dhe kam për aq proba dhe aq të dhëna, siç e analizoj unë situatën nga 21 janari kaluar deri në 23 janarin e këtij viti, më rezulton që
Kërkimi i autorizimit për procedim të këtyre deputetëve është thjesht dhe vetëm një lloj lëvizje politike e prokurorisë për të treguar atë që quhet ekuidistancë, barazlargësi, neutralitet dhe mos diskriminim politik në rastin e një hetimi penal. Në fakt, përse ne nuk dim ambienti mediatik, zëtarët, nuk dim se çfarë veprime shëtimore ka bërë prokuroria në lidhje me gjetjen e organizatorëve të grushtit shtetit. A ka pyetur apo nuk ka pyetur nga ta skuadronet që sulmuan kryeministrin? Çfarë ka bërë në lidhje, ka gjetur në një lloj marrëveshje mes tyre, në një lloj marrëveshje paraprake mes tyre, ka pasur në një lidhje të themi me atë çfarë ndodhi me deklaratat politike të para 21 janarit të bërë nga Edi Rama apo Gramozruçi apo të tjerë? Pikërisht këtë ne nuk e dim. Dhe unë besoj që në një ditë bukur kërkohet autorizimi për procedim, duket sikur është një mburojë e mirë, të themi për rastin e prokurorisë, ndaj sjelljes qartësisht politike që ajo ka mbajtur për 21 janarin. Unë nuk besoj, kemi hapur dhe i sinqert që kërkimi i autorizimit për procedim për 3 deputet, aq më tepër për Besnik Baren, që mund ta them hapur që nuk është nga ata që të mund të ketë edhe guximi civil për të kryer akte të tilla, dhe të mos marrësh atë që është lideri apo drejtuesi kryesor, drejtuesin politik të grushtit shtetit, që është Edi Rama. Ky lloj diskriminimi, për më tepër, duke shkuar deri dhe në nota groteske kur vetë zoti Rama i kërkon zonjës Rama, merr mënin, pyet mëni dhe mua. Kjo e tregon në mënyrë fare të qartë instrumentalizimin politik dhe shpërfilljen ndaj përgjegjshmërisë publike që institucioni prokurorisë duhet të ketë në këtë rast. Po thoni që i gjithë ky proces hetimi ka nuanca politike të forta dhe ndoshta jeni skeptik në një rezultat përfundimtar për gjetur ndoshta edhe fajtorët. Absolutisht po. Si mendoni që do marrë përgjigje 21 janari atëre? Me këtë prokurore? Jo, kjo nuk është historia me këtë prokurore apo një prokurore tjetër. Një gjë është e vërtetë në gjithë këtë histori. Faktet, aq që quhet fakti penal, provat në lidhje me se kush organizoi politikisht, nuk e mohoj faktin që u filloi organizimi të paktën ai që u duk publik ishte organizimi i demonstrate të ligjshme. Dakor? Se ku organizuan, përse u organizuan, cili ishte motivi i brendshëm, gjithë e dimë, historia e mallngjimit që ndodhi nga ana e Partisë Socialiste për shkak të një video përgjimi të montuar siç rezultoi nga ana e gjykatës për të ngritur shpirtrat e protestës ndaj qeverisë së korruptuar në këtë rast. Gjithçka ishte një hipokrizi, një teatër hipokrit i madh. Të gjitha këto janë fakte, prova të cilat janë aty. Dëshira për të jetuar apo pamundësia për të jetuar nuk është se do të ndalojë ndonjëherë të dalë e vërteta. Koha mund të bëjë të vetëm për sa i përket të themi cilësisë së nxjerrjes së fakteve. E vetmja gjë që mund të bëhet pengesë për nxjerrjen e së vërtetës mund të jetë ndonjë veprimtari absolutisht e palishme, penalisht e ndëshkueshme e prishjes së provave, siç kam dyshimin të ketë ndodhur në lidhje me veprën penale të organizimit të tubimeve të palishme dhe tentativës së përmbysjes së pushtetit me dhunë. Gjithsesi, në fund të fundit, unë besoj që me këtë prokurore apo me prokurorin tjetër, historia do të kërkojë të nxjerrë të vërtetën në shesh. Absolutisht sot unë e pranoj edhe faktin që ka ndoshta një lloj sikleti sepse e vërteta sot mund të cënonte politikisht në një nga palët politike. Absolutisht Partia Socialiste e cënon sepse ditën me diell mori skuadronet e veta dhe i drejtoi tytat e zjarrit ndaj kryeministrisë. Se jo majoranca. Jo thjesht vetëm. Sepse kronologjia e fakteve ishte e tillë. Nuk ishte majoranca që krijoi një turm njerëzish të indoktrinuar në këtë rast. Nuk ishte majoranca, nuk ishin forcat e policisë dhe as garda e shtetit, ajo e cila u ndodh në agresion. Nuk ishte as kryeministri, as ministri i brendshëm, as policia, as garda dhe as kush tjetër që të kenë sulmuar apo të kenë provokuar demonstruesit. Ishin demonstruesit, ishin skuadronet e Partisë Socialiste që u sollën në datën 21 janar kryeministrisë. Ishin këta të cilat ju sulën edhe me mjete për të
shpërndar dhe për të futur brenda gardit të kryeministrisë, sigurisht nuk e bënin këtë për hobi. Nuk e bënin këtë thjesht dhe vetëm se ishin kaq shumë, të themi, të irrituar për shkak të korrupsionit të madh, që gjen me anë të video përgjimit të montuar. Qëllimi ishte i qartë. Pra gjithë kjo histori, kjo skalet shkak pasoj, tregon edhe se kush e filloi pari çfarë në këtë rast. Dhe çfarë thjesht për të parë se kush është fajtori në këtë mes. Unë me këtë nuk dua që të eklipsoj, themi, edhe autorsinë e humbjes së jetës së 4 qytetarëve shqiptar që ishin atë ditë në ngjarje të dhimbshme. Absolutisht po. Por për të qenë serioz, kemi, duhet ta them, kemi të paktën 2 fakte penale. Njëri fakt penal është humbja e jetës së 4 qytetarëve. E rënd, shumë e rënd. Por fakt penal tjetër, shumë herë më i rënd, është atentati ndaj rendit kushtetues shqiptar, që është pikërisht tentativa për të përmbysur shtetin. Unë nuk po them që të ketë diskriminim mes tyre, po së paku të ecin paralelisht. Dhe të përcaktojmë, ndodhi vdekja, humbja e jetës së këtyre 4 personave për shkak të krijimit të grushtit të shtetit apo e anasjellta. Kushdo e ka përgjigjen për këtë çështje. Humbja e jetës së personave nuk ndodhi për shkak të sulmit të gardës apo të policisë për të shtypur demonstratët. As pak. Edhe në rendin kronologjik u sulmua policia, u mbrojt policia, u tregua e matur, e pjekur, ndonjëherë deri në irritim, madje se pse nuk kundërvepronte. Dhe në fund masandaj, unë nuk di të them në mënyrë aksidentale apo jo, kjo do të jetë çështje e hetimit, ndodhi dhe humbja e jetës së 4 personave. Më qartë se kaq, unë nuk besoj, domethënë të kesh mundësinë për të deduktuar edhe fajsim përkatëse. FBI dhe ambasadori amerikan duket se po e mbikëqyrin në mënyrë shumë rigoroze dhe me kujdes punën e prokurorisë dhe po e mbështet atë sigurisht në zbardhjen e 20 janarit. Çfarë kupton kjo sipas jush? Pra, paralelisht këta të dy që unë përmenda janë investigues shumë të mirë jo vetëm të 20 janarit, por edhe të ndoshta të hetimeve për rrugën Durrës Kukës dhe të ngjarjes së Gërdecit. Mund të ketë interpretime të ndryshme. Unë e shoh si një mosdëshirë të prokurorisë për t'i çuar përpara hetimit. Unë e shoh si një dështimi prokurorisë dhe një mungesë dëshire e saj për të hetuar, e për këtë arsye i është ofruar ndihma teknike prokurorisë për të bërë ekspertizën me qëllimin për t'i hequr çfarëdo lloj, po e quajmë justifikimi për mospasjen e mjeteve të bërjes hetimit. Në këtë mënyrë. Sigurisht dikush tjetër mund të thoshte që të qenit e ambasadorit në krah prokurorës është ndoshta një lloj mburoje politike në këtë rast. Unë nuk e besoj që është e tillë, sepse kurrë nuk mund të ndodhë që prokuroria të jetë në një lloj presioni ndaj, sepse nuk ekziston mundësia teorike për të qenë presionin, përveç qortimeve, kritikave, me anë të deklaratave politike që mund të bëj palë politike. Po, kjo, unë besoj që ky nuk është presion. Nuk është presion sepse është presion që bazohet tek ligji. Çfarë i kërkojmë ne prokurorisë? I kërkojmë që në bazë ligjit të bëj hetime. Ky është presioni i ligjit dhe nuk është presioni i maxhorancës. Sigurisht që prokuroria duhet të ketë mbështetjen e plot teknike për të bërë ekspertizën dhe një sër veprimesh të tjera hetimore. Unë e shoh si mbështetje me të drejtë që i jepet nga agjencitë të specializuara investigative siç është FBI në këtë rast. Dhe është mirë që të ndodhë kështu. Gjithsesi, violinë e parë që duhet të jetë jo aktive, por proaktive në kryerjen e hetimeve duhet të jetë prokuroria e përgjithshme, e cila duhet të ketë dëshirën mbi të gjitha. Besoj unë që kjo është defekti më i madh i prokurorisë, mungesa e dëshirës. Në fakt, kjo çështje ka marrë vëmendjen e shumë ndërkombëtarëve, përfshi analistë të njohur. Gabriel Partosh, një analist i njohur i çështjeve të Evropës Juglindore, në një intervistë për BBC pak ditë më parë, ka hedhur dyshimin për një konspiracion nivelit të lartë për të fshehur të vërtetën e ngjarjes. Në fakt, çfarë pamje jep demokracisë shqiptare dhe shtetit të së drejtës arrestimi i 3 zyrtarëve të lartë për vrasjen ndaj protestuesve në 20 janar dhe përpjekjet e tyre për të fshehur provat, pasi dikur vite më parë kryeministri i atriboi opozitës vrasjet. Nuk e kam dëgjuar, po i besoj citimit që i bëni juve zotit Partosh. Nëse ka ndonjë tentativë për të fshehur të vërtetën, dhe nëse ka ndonjë ngjarje për ta fshehur atë, autorsinë e saj, masën e fajsisë,
shkaqet, motivet, unë besoj që ajo që vërtet mund të quhet ngjarje reale 21 janarit, në këtë rast është sigurisht edhe humbja jetës 4 personave, mbi gjitha është sulmi frontal, luftarak, me zjarr që u bë kryeministrisë me qëllim për të përmbysur pushtetin. Kjo është ngjarja reale. Ky është boshti rreth të cilit vërtiten të gjitha edhe faktet e tjera penale. Kushdo, edhe në subkonsciencë, nëse kujton 21 janarin, kujton pikërisht atë sulm frontal që u bë kryeministrisë. Sigurisht që unë bashkohem në këtë rast me zotin Partosh, teksa thotë që mund të ketë një konspiracion të lartë për të fshehur të vërtetën. Atë që duam të dim të gjithë. Por po, ky sulm frontal, këta 300 persona të armatosur, të organizuar, të rreshtuar, të cilët ju sulën me komandë kryeministrisë, a ishte e organizuar paraprakisht? A kishte një mendje politiko-kriminale që organizoi paraprakisht? Cili ishte qëllimi? A mos ndoshta do duhet analizuar ngjarja dhe në lidhje me videopërgjimin? A mos ndoshta duhet analizuar jo vetëm me videopërgjimin, por me qëllimi kriminal që e montoi videopërgjimin? Dhe ky videopërgjim i montuar, kur shfaq në sytë e shqiptarëve, irritoi, me thënë të drejtën, të gjithë shqiptarët dhe u përdor dhe u krijua, u montua ky motiv i rrem për t'ju sulur kryeministrisë, për të krijuar një atmosferë, të themi, destabilizimi në Shqipëri, e cila për çdo mendje mesatare do duhet të shtynte palët drejt zgjedhjeve të parakohshme, siç edhe presidenti e shprehur më vonë, 2 apo 3 ditë më vonë, ndaj ambasadorëve të huaj. Pra e gjithë kjo trajektore, unë besoj që kërkon që të nxjerrë të vërtetën. Sepse nëse është e tillë, pra, që videoja të jetë e përgjuar dhe këtë fakt e dim tashmë. Që videoja të jetë montuar dhe këtë fakt e dim tashmë. Që kjo video të jetë shfaqur me iden për të rritur tensionin social dhe këtë tashmë e dim. Që ky sulm u bë drejtuar ndaj kryeministrisë, nuk ju drejtua parlamentit, nuk ju drejtua ambienteve private, nuk ju drejtua Hotel Rognerit, ju drejtua pikërisht qendrës së pushtetit që është kryeministria në këtë rast. Dhe këtë e dim tashmë me qëllimin e saktë, duke ditur dhe faktin tjetër që presidenti, një prej aktorëve, të themi, nuk dua të them të rrjetit konspirativ, por jam duke lidhur faktet, ka kërkuar pikërisht zgjedhjet e parakohshme si zgjidhjet e situatës që përkonte me dëshirën dhe me strategjinë e Partisë Socialiste në këtë rast. Unë besoj që drejt ka zoti Partosh, teksa thotë që ka një konspiracion të madh mes kupolave të pushtetit, presidencë, prokurori, partia politike, shërbimi informativ, që nuk duan të nxjerrin të vërtetën. Me deduksion, faktet që kanë dalë sot në krye të një viti, mua dhe këdo besoj, e çojnë të mendoj që po, ka qenë gjithçka e stisur dhe e mirë organizuar me qëllimin e vetëm për të ndruar pushtetin. Me që ka qenë e sisur siç po deklaroni edhe vetë kryeministri në fakt pas ngjarjeve të 21 janarit e cilësoi grush shteti. Këta institucione ju përmendet, pra presidencë, shërbim informativ, shtetëror apo dhe parti politike, prokuria e përgjithshme, krerët e këtyre institucioneve, ç'qëndrim do të mbahet pasi t'ju morën mandati? Disa prej tyre janë në muajt e fundit. Pra do ndiqen penalisht dhe apo të gjitha deklaratat kanë qenë çështje nervoze të momentit? Jo, nuk besoj që kanë çështje nervoze. As pak. Nuk ka qenë nervoze që në 21 janar ndark, nuk ka qenë as pak nervoze në 22 janar apo në 23 janar. Për këtë t'jeni të sigurt. Madje, të themi, gjithë zinxhiri administrativ që është në krye të themi të ruajtjes së rendit, policia e shtetit dhe garda kanë qenë më së të matura. Për këtë askush nuk mund të thotë, mjafton të kujtojmë edhe fjalët, sepse është bërë tashmë, edhe fjalët e ambasadorit amerikan, i cili tha lavdet më të mëdha për policinë e shtetit. Nuk ka qenë nervoze as ato politike, me thënë drejtën, as veprimet, deklaratat e kryeministrit, të përfaqësuesve të tjerë, as ngritja e komisionit hetimor në këtë rast, janë veprime tërësisht ligjore. Unë nuk di dhe nuk dua të parashikoj çfarë do të ndodhë në të ardhmen me secilin prej drejtuesve të këtyre institucioneve. Kjo është një histori që nuk është thjesht me dëshirë. Nuk është histori që ka të bëjë me teka. Që do të ketë një hetim, kjo është e sigurt. Unë thash edhe një herë,
pavarësisht dëshirave, pavarësisht edhe rënies entuziazmit nesër pas nesër për të kryer hetime për 21 janarit, historia politike, për fat keq kjo çështje tashme i ka themi dhe konture të qarta politike. Politika apo dhe historia do të kërkoj zbardhjen absolutisht të 21 janarit dhe do të ndodhë një gjë e tillë. Do t'jeli bie gjithë kjo problematikë që ne diskutuam është pjesë e asaj cilësuar shpesh reforma në drejtësi. Çfarë në kupton në tërësi një reformë e thellë në drejtësi? Një reformë e thellë në drejtësi do të nënkuptonte arritjen e një qëllimi të vetëm. Shndërimi në institucioneve të drejtësisë, dhe janë një sër institucionesh drejtësisë, nuk është vetëm sistemi gjyqësor. Sistemi gjyqësor është thelbi, gjykata të nivelit parë, dytë dhe gjykata lartë, por edhe gjykata kushtetuese, por edhe prokuroria akoma më tepër, por edhe një sër institucionesh satelite drejt që vërtitet rreth këtyre, do duhet të fokusohen drejt një qëllimi të mirë përcaktuar në kushtetut. 1. Pavarësia në ushtrimin e detyrës, dhe kjo pavarësi në ushtrimin e detyrës do të thotë varësi nga ligji, pavarësi nga çfarëdo lloj influencë tjetër, dhe së dyti edhe përgjegjshmëri në ushtrimin e detyrës. Sigurisht pavarësia është tjetër gjë, por pavarësia nuk duhet të shndrohet në arbitraritet. Si bëhet? Sigurisht bëhet me ndryshime legislative, dhe kjo është e para, të themi, i pari hap, që është edhe kompetencë e organit legislativ. Së dyti edhe me mbështetje financiare. Me mbështetje financiare një institucion i pavarur kushtetues për të ushtruar detyrën e vet duhet të ketë para. Pa para nuk e bën dot detyrën e vet, do të jemi të qartë në këtë mes. Në këto, dhe kjo është një detyrë e ekzekutivit. Së treti, do duhet të injektohet edhe brenda vetë institucionet një frym e tillë përgjegjshmërie ndaj ushtrimit të detyrës. Në këto tre drejtime do duhet të shkojë një reformë në drejtësi. Zoti Lebiaj, jeni zgjedhur kryetari i një komisioni të përkohshëm për hetimin dhe nisjen e procedurave për shkarkimin e zëvendës kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. A është kjo ndërhyrje e Parlamentit dhe shkelje kompetencave të këtij institucioni ndaj institucioneve të tjera të cilësuara të pavarura, dhe deri ku janë kompetencat e Parlamentit për të bërë këtë ndërhyrje? Para se të jap përgjigje themi pyetjes suaj me të drejtë, sa herë që ka themi ngritjen e një komisioni jetimor, në rast mendohet se mos ka ndonjë tejkalim të ndonjë limiti apo ndonjë kufizimi në marrëdhëniet midis Parlamentit dhe pushteteve të tjera. Do ta nis aty ku e lash në pyetjen paraprake. Fenomeni që ka ndodhur në rastin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në rastin e zëvendës kryetarit është pikërisht një fenomen i cili ka pasur si shkak pikërisht atë çfarë unë thash. Garantimin e lirisë dhe të pavarësisë në ushtrimin e detyrës, siç kushtetuta duhet të jap, por kjo papërgjegjshmëri publike në ushtrimin e detyrës e ka shndruar individin, në këtë rast nën kryetar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe ky është një fakt i njohur botërisht, nuk është se e them unë, dhe s'ka nevojë as komisioni hetimor tashmë ta provojë, që jo të kryejë detyrat ligjore, kushtetuese, të merakoset dhe të merret me punët e gjyqësorit për aq sa kushtetuta dhe ligji e jep, por ka kryer një veprimtari të qartë dhe të pastër, të cilin nuk e fsheh as ai, madje është dhe krenar për këtë, një veprimtari politike. Një veprimtari politike duke kushtuar kohë, financa, burime njerëzore dhe gjithçka tjetër. Shndruar Këshilli i Lartë të Drejtësisë, shndruar funksioni totalisht në një funksion politik. Fakt që e dim, duhet të pyesim veten se përse ndodhet tillë. Unë jap këtë lloj shpjegimi. Pavarësia që i është dhënë dhe mungesa e monitorimit ka bërë pikërisht këtë gjë. Tani, çfarë do duhet ndodhë në këtë rast? Dhe është ngritja e komisionit një ndërhyrje në pushtetin gjyqësor. Spari, Këshilli i Lartë të Drejtësisë nuk është pushtet gjyqësor. Pushteti gjyqësor është sistemi i gjykatave. Gjykatat që kanë spar, të apelit dhe gjykata e lartë. Këshilli i Lartë të Drejtësisë nuk ka funksione drejtësidhënie. Është thjesht dhe vetëm një organ i cili ka predominancë të përfaqësuesve të zgjedhur nga konferenca gjyqësore, nga gjyqtarët, dhe që ka për detyrë vlerësimin e tyre dhe transferimin e gjyqtarëve. Ka çështjet e promovimit pra. Në rastin konkret, ngritja e komisionit hetimor absolutisht nuk është një ndërhyrje
në ndërhyrje në punët e sistemit gjyqësor, ose po doni ju një ndërhyrje ligjore dhe mund ta quajmë, po absolutisht një ndërhyrje ligjore për të korrigjuar një disfunksion, një deformim të veprimtarisë së nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Është ligjore për shkakun sepse është e bazuar edhe në ligj, edhe në kushtetutë së pari, është e bazuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe është e bazuar dhe në rregulloren e parlamentit, për funksionarët kushtetues apo dhe ata që zgjidhen në bazë ligjit. Mënyra e vetme për t'i shkarkuar atëherë kur shkarkohet, pra procedura se si bëhet, nuk bëhet thjesht dhe vetëm me një votim të thjesht në një seancë, por duhet të paraprihet nga një veprimtari hetimore, e cila nuk heton në fakt individin, po heton faktet, vërtetësinë e tyre. Dhe në 114 e rregullorës parashikon pikërisht këtë gjë. Për të gjithë funksionarët kushtetues duhet ngritur një komision hetimor në një periudhë kohore relativisht të shkurtër, të verifikojë pikërisht këtë pozitën, figurën, sjelljen, ushtrimin në përputhje me detyrën të funksionarit kushtetues dhe të dalë me rekomandimin përkatës. Ashtu siç nuk quhet ndërhyrje në pushtetin gjyqësor zgjedhja e një antari të KLD-s nga ana e kuvendit, ashtu dhe nuk është ndërhyrje edhe shkarkimi i këtij personi nga ana e kuvendit. Është një marrëdhënie midis kuvendit dhe të besuarit të vet, dhe të deleguarit të vet në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Kuvendi në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ka të bëjë vetëm me 3 persona. 3 persona zgjedh nga 15 që ka gjithë Këshilli i Lartë të Drejtësisë. Absolutisht nuk është ndërhyrje, por është madje do duhet ishte bërë kohë më parë, që në momentet kur u pa qartë që tashmë agjenda e nënkryetarit nuk ishte më nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, po kryetari i një partie politike. Se nuk është bërë më përpara. Sepse me thënë të drejtën, dhe kjo është një pyetje vërtet e drejtë, me thënë të drejtën, jo vetëm politika, jo vetëm palët politike kanë qenë paksa të ndrojtura për shkak edhe traditës historike, jo shumë të shëndosh, me thënë të drejtën, në lidhje me marrëdhëniet me gjyqësorin. Kjo ka bërë që të ketë një lloj autofrenimi. Pra derisa si thua të piqet çështja, derisa ti mbushet mendja i madhe i vogël që ky njeri, ky funksionar, kushdo qoftë ai, pavarësisht nga emri, nuk është duke kryer detyrën, nuk është duke respektuar ligjin, është duke patur një agjendë personale që askush nuk e jep, vetëm atëherë do duhet politika ka vendosur. Unë jam plotësisht dakord që është e vënuar dhe pranoj edhe këtë lloj sensi autofrenimi, autocensure që ka politika në rastin në lidhje me sistemin gjyqësor. Fakt zgjedhja e presidentit, të kalimi një tjetër çështje, është një nga ata pika nevralgjike ku vëmendja e shtypit, por jo vetëm është përqendruar jo pak. Në të vërtetë opozita e do zgjedhjen e presidentit konsensual, ndërsa mazhoranca i ka të gjitha shanset të zgjedhë vetë, sepse këtë ja lejon dhe kushtetuta. A ka shanse politika jon të zgjedhë në mënyrë më të mirë dhe të pranueshme nga të gjitha institucionet më të larta të vendit, edhe nga ndërkombëtarët, presidentin? Kjo është pyetja dhe cilat janë mundësitë juridike që ekzistojnë? Unë besoj, kushdo do duhet jetë themi i qetë me veten që teksa lexon tashmë formulën e re të zgjedhjes së presidentit të parashikuar në kushtetutë, do duhet kuptoj se cila dhe do të kuptoj dhe të determinoj se cila do të jetë sjellja politike e palëve parlamentare në zgjedhjen e presidentit. Nëse sipas mekanizmit të vjetër, i cili kërkonte një shumicë të zgjuar, 84 e më tepër vota, duke e analizuar këtë dhe në kuadrin e themi të kompozimit politik të parlamentit, tashmë është pa mundur më, siç edhe formulat elektorale në zgjedhjet përkatëse tregojnë që asnjë parti e vetme nuk arrin më të ketë 84 votësh. Kjo determinonte në atë kohë që ky konsensus kaq i lavdëruar të mos arritej me një sjellje proaktive drejt zgjedhjes së mirës, por se palët, duke luftuar me kërcënimin e pakicës, pretendonin të arrinin një konsensus hipokrit. Absolutisht një formulë e cila nxiste, kishte brenda incentiv të rritjes së temperaturës politike mes palëve. Mjaftonte një pakicë e cila bënte të mundur që të mos arrihej 84 votëshi dhe këtu e gjithë historia dhe moraliteti i pjesës së shumicës të mos funksiononte. Ky, për mendimin tim, kjo formulë ishte e tillë që dëmtonte në thelb sistemin e demokratik të shumicës. Formula e re,
ajo sipas së cilës mbas raundit të tretë të mund të përzgjidhet një president republike me shumicë të thjeshtë, për 71 votash, është i tillë që duhet na çojë në mendje jo faktin që një majorancë përkatëse të ngulmoj pikërisht te ky raundi i katërt. Jo, ky është një mjet e cila detyron edhe pakicat në këtë rast të mos qëndrojnë pasive, të mos mbajnë qëndrime kërcënuese, por të jenë proaktive. Madje të jenë të tilla që teksa futen në një proces të zgjedhjes së presidentit, të pranojnë ofertën apo kandidaturën më të përshtatshme, të japin mbështetjen dhe qëndrojnë monitorues gjatë gjithë kohës që presidenti do të jetë në detyrë. A do të jetë konsensual? Ka variabla të ndryshme të menduar se çfarë është konsensual. Konsensual është edhe të themi, një president i cili merr një vot më shumë se sa majoranca qeverise. Tek e fundit. Ose konsensual mund të jetë presidenti i cili merr 140 vota. Absolutisht kjo nuk mund ndodh. Nëse do të ecim të themi me kuptimin gramatikor dhe sintaksor të fjalës, konsensual në terma juridik do të jetë personi i cili merr 140 vota. Nuk ndodh. Nuk e gjen dot. Konsensual për mendimin tim është ajo lloj figure e cila respektohet dhe determinohet si përzgjedhje nga majoranca, sepse kështu ka vendosur populli teksa ka votuar majorancën, dhe së dyti është i pranueshëm edhe nga ana e opozitës në këtë rast. Nuk mund të mendohet që të jetë opozita të determinoj ajo zgjedhjen e presidentit. Unë nuk di të them kush do të jetë emri. Nuk e marr guximin madje të them se cili do të jetë ky emër. Ama diçka mund të them me siguri, që determinues në zgjedhjen e presidentit do të jetë kjo majorancë, pra kjo aleancë qeverise. Sigurisht emrat mund të jenë shumë, do të jetë opozita e cila do të vendosë, nëse do të vendosë të marrë pjesë proaktivisht në zgjedhjen e presidentit, që të jap, si thuaç, jo bekimin, po të jap një lloj moraliteti, siç ndodh rëndom në demokracitë e qytetëruara, të themi propozimit më të pranueshëm prej saj. Po, ky është një president konsensual. Në qoftë se opozita do të tërhiqet totalisht, do të tregohet pasive nga procesi i zgjedhjes presidentit, po, do të zgjedhin president në raundin e katërt, ai që do të marrë 71 vota. Një pyetje të fundit, kemi humbur 2 trena për të marrë statusin e vendit kandidatër në Bashkimin Evropian. Jemi në prag të stacionit të radhës. Çfarë duhet të bëjmë realisht për të merituar integrimin? Sigurisht është e vërtet që kemi humbur 2 raste. Kemi humbur 2 raste, po megjithatë jo nuk është ndonjë humbje e cila ka dalë pas një lloj leksioni të mësuar nga politika. Sepse dim fare mirë cilat kanë qenë shkaqet pse u humb rasti i parë apo dhe rasti i dytë. Mungesa e bashkëpunimit, po themi politik në këtë rast. Dhe jo vetëm kaq, por 2 trenat e humbur bën të kuptojnë edhe elektorati, edhe shqiptarët kuptojnë se cili ishte shkaktari i vërtet i humbjes së këtyre 2 trenave. Nuk dua ta përsëris edhe një herë sepse është thënë shumë herë që për mendimin tim personal ka qenë thjesht dhe vetëm destruktivizmi politik i opozitës në këtë rast. Gjithsesi kjo është një kohë që ka kaluar tashmë, ka dhënë edhe frutet e veta elektorale. Përgjigja më e mirë ishte 140.000 votësh, domethënë i humbjes, i ndëshkimit që shqiptarët i dhanë opozitës. Çfarë duhet bërë? Duhet bërë pikërisht ajo që filloi më së fundi marrëveshja 14 nëntorit kaluar. Që nuk ishte thjesht dhe vetëm një marrëveshje për të miratuar ca ligje me tret pestat. Nuk është kjo. Është ende, nuk dua të besoj që kemi humbur këtë lloj rasti, fillimi i instalimit të një standardi dhe mendësie të re politike në bërjen e politikës. Që do të thotë, për çështje kardinale të këtij vendi, nga të cilat nuk mund të rikuperoj asnjëra palë politike, credo politike, aksione politike, siç është bashkëpunimi, të themi për çështje kardinale kushtetuese, miratimi i reformave legjislative, për sistemin gjyqësor etj. Ky është momenti i parë thash për instalimin e kësaj fryme bashkëpunimi. Nga një anë. Nga ana tjetër, pastaj për çështje ideore, programatike, palët janë të lira të përplasin brirët e tyre në parlament. Unë besoj që duhet të vazhdohet edhe një herë të rikuperohet dhe të rimerret, po e quajmë, entuziazmi politik i 14 nëntorit,
ndoshta mund të ishte parashikueshme dhe një farmase që ardha 21 janarit ngjall të themi edhe një emocionet e një vitit kaluar, por gjithsesi kjo që tashmë e kaluar, duhet të fillojmë menjëherë në mars, siç ishte edhe programi i punës, të fillojmë me ligje shumë të rëndësishme, siç është gjykata administrative, me kodin civil dhe me një sër ligjesh të tjera, por mbi të gjitha të tregojmë publikut që palët politike në parlament kanë besim reciprok dhe janë të sinqerta në arritjen e këtyre targete shumë të rëndësishme për integrimin evropian. Kjo është ajo çfarë ngelet. Dhe të fokusohemi tek fakti që simpatin në elektorat nuk e fitojmë duke prekur emocione dhe sensibilitete që shkaktojnë ngjarje të dhimbshme, si 21 janari, por simpatin në elektorat, në publik, e fitojmë vetëm atëherë, palët politike, partitë politike, e fitojnë vetëm atëherë kur i paraqesin elektoratit programe të besueshme qeverisëse. Kjo është ajo që besoj unë duhet të ngulitet në mendjen e partive politike dhe politikës në përgjithësi. Ishte kënaqësi që ndave me ne të gjitha opinionet mbi këto çështje kryesore dhe ka shumë debatuara për publikun dhe të falenderoj edhe një herë. Ju falenderoj edhe unë.